Përveç se një ikonë mode, ajo pa diskutim është edhe një ndër zërat më të mirë të skenës shqiptare. Se di të vishët me shije, ajo këtë e dëshmon jo vetëm në skenë, por edhe në përditshmërinë e saj. Nëna e djalit 14 muajsh Danit, Jonida Maliqi, flet për kamerën e prives lidhur me jetën, familjen dhe karrierën e saj. E ndjekim bashkë në vazhdim. Është pikërisht ajo vajza e vogël, që u mbeti të gjithëve në kujtesë kur u shfaq për herë të parë në ekranin shqiptar, për t'u kthyer në një ikonë të vërtetë të modës. Ishte kryeqyteti shqiptar, që kësaj herë na drejtoi tek këngëtarja Jonida Maliqi. Tani më shumë se asnjëherë kishim rastin ta pyesnim për shumë çka rreth jetës së saj. Me Gent jam njohur në shtator të vitit 2000. Tani jemi 2013, kam afër 13 vjet me të, mund të them që ka qenë një lidhje që është konsoliduar sigurisht, me uljet me ngritet e veta, ashtu sikur se çdo çift i kalon të gjitha fazat, të gjitha etapat të marrëdhënies së tyre. Jonida pasi krijoi familjen dhe lumturinë e saj nuk është se beson shumë në shoqëri të sinqertë. Kam një shoqëri, nuk mund të them shumë të gjerë, sepse në këto kohëra është shumë e vështirë të kesh një shoqëri të pastër, ku njerëzit të vlerësojnë për atë çka je ti me të vërtetë. Ndaj unë them më mirë me pak miq, por paktën ti je e sigurt në ato çfarë thua, në ato çfarë ndjen, edhe ti konfidohesh pa kurfar hipokrizie. Gjatë periudhës së shtatzanisë, ajo ja dedikoi një këngë djalit, ku tregonte entuziazmin e ardhjes së tij në jetë. Jonida tash 14 muaj është nëna e djalit të quajtur Dan, mirë po që në ditët e para dikush ja shkatroi këtë lumturi. Në momentin kur unë me të vërtetë ndihesha si një femër e realizuar në të gjitha pikpamjet, më vjen në vesh fjalë që i mbir kishte lindur me probleme. Dhe pikërisht këtë moment nuk e përjetova as pak mirë, sepse media ishte gati për të shkruar një gjë të tillë, ndërkohë që mua vetë personi nuk më pyetën dhe nuk guxuan të pyesnin, por vetëm bënin thashë theme të rëndomta. Kjo më vrau shumë, sepse në rrjetet sociale filluan njerëzit të diskutonin për këtë fakt. Ashtu sikur se mbret sot e kësaj dite kur dal me Danin karrocë dhe njerëzit të shikojnë me sy shumë kurioz nëse është normal apo jo. Por fatmirësisht ky lajm i ka duruar të mbledhë vetëm shëndet, sepse 14 muajsh edhe mashallah nuk është smur kur. Edhe pse ajo e mban larg mediave Danin e vogël, në rrjetet sociale nuk mungon ndonjë fotografi me të, kështu duke ofruar pak a shumë prej tij për kurreshtarët. Pavarësisht për kushtimin të djalit dhe familjes, ajo po sjell projekte të reja. Në fakt nuk kam patur shumë mundësi për të bërë shumë gjëra, megjithatë kam kaq kohë që punoj për një projekt shumë të rëndësishëm me DJ Blunder Jelnishin, kënga është rezauruar, është regjistruar në Prishtinë, në studion e Florent Bošnjakut. Shpresoj që muajin mars do na mbledhi dhe përpara stinës së verës të kemi mundësinë ta nxjerrim këtë klip. Mezi po pres. Krahas kësaj, do dëshiroja shumë që edhe pas këtij klipi të vijoja me këngë të tjera, në kamarmallit të këndoj një balad, sepse për baladat unë jap shpirtin. Karriera e Jonidës pritet të zgjerohej me hyrjen e saj në Portokalli si prezantuese. Ajo më parë nuk kishte dhënë asnjë koment për këtë show, e prive si gjithnjë ju sjell ekskluzivitete. Si angazhim i pjesës familjare të djalit nuk e përballoj atë. Pasi Portokallia është një show shumë që ka një audiencë të tillë, është një show që ka shumë element brenda, ti përveç se prezantuese duhet të performosh në mënyra të ndryshme. Ishte një punë e cila zgjaste relativisht shumë, donte një përkushtim gjatë gjithë javës. Në të njëjtën kohë mua nuk më dilte koha as për biznesin, ndaj më ishte dhënë në një moment tjetër, më parë do të kisha planuar me njëherë, pa hezituar, por tashmë në jetë duhen bërë disa zgjedhje dhe mendoj që kam bërë atë të duhurën.
Në zyrën e saj, përveç lodrave të djalit, ishin të vendosur edhe çmimet e saj të fituara gjatë gjithë karrierës. Por cili është ai që për këngëtaren ka më së shumti domethënie? Një ndër më të rëndësishmit ka qenë, pse jo, ashtu sikurse duhet jetë për çdo këngëtar, çmimi i parë, pikërisht tek kënga magjike është kjo kupë. Ku unë jam emocionuar shumë, nuk ma merrte mendja, jam përullur madje, jo përgjëruar, jam përullur edhe artistëve të cilët më vlerësuan me këtë çmim. Jeta e saj dinamike, djali, muzika, programe televizive dhe projekte të ndryshme, përveç asaj, ajo që e vlerëson më së shumti është lokali i saj. U bë 2 vite që këngëtarja është edhe biznesmene, duke pasur kështu në lagjin më të mirë të Tiranës dyqanin e këpucëve Unique Shoes Shop. Në fakt, inspirimi për të patur diçka time, një biznes time më ka ardhur që në momentin kur mbarova shkollën, kur u diplomova në Akademinë e Arteve, nuk dija çfarë do të bëja, sepse krahas të kënduarit doja që të kisha një biznes timin ku të kishte gjithmonë lidhje të drejtë për drejtë me pjesën fashion. Dyqanit Jonida ja ndërroi lokacionin jo shumë kohë më parë dhe dizajnin ja besoi arkitektit të njëjtë që bëri edhe shtëpinë e re të Big Brotherit. Mua më pëlqen shumë që të organizoj të servir vitrinën, merrem gjithmonë me pjesën e fasadës, vitrinën jashtë, pjesët brenda, por pjesa arkitekturës kryesisht është realizuar nga Genti edhe nga Mikael Drita, arkitekti. Dyqani Jonida Mariqit është i përbërë kryesisht me marka të shtrenjta nga D-Squared, Fendi, Sergio Rossi, Givenchy, Marc by Marc Jacobs e të tjerë. Është kënaqësi shumë e veçantë shkosh në për showroome, jo në për fabrika, në për showroome, ku ashtu sikurse unë jam kliente e Shqipërisë, e kompanisime, ata kanë datat e tyre fikse, pothuajse të gjitha showroomet e këpucëve apo të veshjeve kanë sezonet e tyre të caktuara direkt pas filatave. Shkoj aty, lë orar gati 2-3 javë përpara dhe bashkë me klientët e vendeve të ndryshme që nga Rusia, Franca, Japonia, gjithsecili ka përfaqësuesin e vet, porosisim produktet. Ajo shpeshherë nga stilistët është radhitur në top listën e këngëtarëve më me stil, ka shije të hollë dhe fizik elegant, kështu duke u kthyer në të preferuarën e mediave.